Përshëndetje miq të dashur dhe mirë se vini në kanalin tim në YouTube. Në këtë video do t'ju tregoj se si ta përgatisni një supë të shijshme që nuk merr shumë kohë për mu përgatit dhe ka përbërës shumë të thjeshtë. Receta e kësaj supe është një recetë shumë e lehtë, e shpejtë dhe ideale për ta përgatitur pothuajse çdo ditë. Krejt që na duhet të bëjmë është që fillimisht në një tenxhere të shtojmë karrotën, patatet, hudhrën, qepën, specin e kuq, i hedhim në tenxhere në të cilën kemi shtuar vaj paraprakisht e pastaj i shtojmë edhe tomatet së bashku me magdanoz. Tomatet është mirë që të qërohen para se të vendosen tek supa në mënyrë që lëkura e tyre mos të shihet në supë sepse për disa mundet mos me qenë e preferueshme. Pas të gjitha perimeve i shtojmë edhe mishin. Unë kam përdorur gjaks fule, të cilin e vendosim në tenxhere së bashku me perimet e tjera. Në fund e mbulojmë me ujë, kam shtuar rreth 1 litër e gjysmë ujë, pastaj e vendosim tenxherën në zjarr që të vloj, derisa të merr val e lëm në temperaturë maksimale. Pastaj e zbresim temperaturën dhe e presim derisa mishi dhe perimet të jenë gati. Siç po e shihni, unë nuk i kam shtuar melmesa asgjë, përveç një lugë piper të kuq, të cilin e kam shtuar tani para se ta vendosim që të vloj. Pasi supa është zier, do t'ja largoj mishin. Perimet e tjera, të cilat janë të ziera, do t'i bluaj me blender. Tani, të ky krem i mrekullueshëm, do t'i shtojmë edhe supë ule, e cila është e gatshme me të gjitha melmesat dhe jep shije tepër të mirë. E përzijejmë dhe e vendosim që të vloj për 5 minuta tjerë. Mishin që e kemi zier me supën, e ndajmë në fije të vogla dhe e bëjmë gati që ta shtojmë te supa pasi të zihen fidet. Supa është gati, në fund i shtojmë edhe mishin. I shtojmë edhe pak piper të zi për më shumë shije. Dhe e përzijejmë. Ka një aromë, një shije dhe një pamje fantastike.